Të nderuar xhamat, jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar imami I njohur I muslimanëve Imam Buhariu në librin që e ka titulluar El Adabul Mufrad, edebi I veçantë I muslimanëve. Në kapitullin e radhës Imam Buhariu nisi një kapitull mbi lutjet, mbi duat, dhe shpjeguam pak rëndësinë e lutjeve, pastaj edhe përmendëm transmetimet nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, po pastaj edhe nga sahabët, shokët e tij më të mirë, sahabët e ndershëm radhiyallahu anhum wa ardhahum. Të nderuar xhamat, pse lutja ka shumë të theksuar në shpallje, në Kur'an, në hadith, në brezat e pa të muslimanëve. Lutja, të nderuar xhamat, është rishikim edhe riformatim I syve. Gjithë shka në këtë dunia, prej materiales, materializmi, kapitalizmi, krejtë sytë I qonë ka toka, sytë të poshti ma, që shikosh në fitim, ti shikosh parët, ta shikosh tokën, ta shikosh të mbjellurën, të korurën, gjithë shka është të lidhë për kryet të poshtë, apo, gjithë shka në këtë tokë matët dhe peshohet, blehet dhe shitët. Andaj në këtë katrahur, këtë zhurmë, e cila të mi ty e heshtë, pazan, shkatron ty e pazan, ku ty të banë ropë të asaj qka sa gram është, sa pare kushton, me sa mund të blej, sa duhet mu shqetsune për me arrit këta, vjen lutja si ndihmës e joti, edhe do të ka dale pak, këshir pak kaqila, këta I syt pak kaqila, atje është qetësia, atje është begatia, atje është mirësia, këta o pak të zoti jot, lute pak zotin tanë, nalu pak piksaj zhurme dhe pikti vrapimit pandalshëm, ku ti munosh gjithë shka me zan dhe kur gjansën zë, ku edhe atë shka e zë e blenë dhe hargjon shumë shpejt. Të ndërum gjemat, jemi të vrapu për diçka, tama me mrina hargjohet, tama me blena konsumohet, shumë shpejt konsumohet, shumë shpejt I del shkëlqimi, gjithë shka po duket e ndryqushme kur po mrim të ajo, nuk është ajo. Për këtë arsye, në këtë katrahur, në këtë shkretin pa uj, na duhet lutja, na duhet duaja, po më ju drejtu Allahu subhanahu wa taala, pak me eksit pitokës, pak mi quka qila, pak mi dhanë Allahu subhanahu wa taala, o Zot, ndrejto, më udhëzo, sikur që e mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën radhiyallahu anha për të lutur. Apo, andaj në këtë zhurmë, në këtë vrapim njerëzve, ku veç çka blehet e shitët është rëndësishme, ku njerit I thuhet qatë sa ki në gjep ki vlerë, vjen feja I thot jo. Në kapitalizm material dhe këtë dunia, këshire njerëzit kanë e qmojnë nëse ka mundësi me dhanë diçka, po ka fitu diçka saj bote, po fukaraj e shkrejt ku me met. Vjen feja I thot jo, nëse ki iman, ki pesh, që ki karakter, ki pesh, që lutesh ki pesh të Allahu subhanahu wa taala. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, rubba ash'ath, ka mundësi një njeri më kanë eshat, këtë flok të shka përdherë, thë I ka aghbar, këtë I plunosto, kur kush se ban mal, lau aqsama ala Allahi lë abarra, më ubetun Allahun, me lutë Allahun, Allah ja plëtson lutjen. Por çfarë arsye? Sepse peshorja në qiell nuk ka peshorja tokës, peshorja e baqeve tona nuk ka peshorja e qiellës. Pse ki parën gjep, do me thonë që ki diçka të madhe, pse ka mundësi ti me lidhet kësaj bote për interesat saktume, nuk do me thonë se dhe të Allahu subhanahu wa taala ki të garantume. Andaj Allahu xhelle xhelal në përmjet nxitjes për të lut, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, të pyesin ty robët e mi për mua, thuaj unë jam ngat, inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, unë I përgjigjen lutjes së lutësit kur ai lutet. Andaj lutjo Allahu subhanahu wa taala, të nderuam xhamat, këta e pak çoj e kryen, na u katrullav krija, apo e pastaj na janë bëe, jo po më dham qafa, po normal se veç të parë të këshir, veç të toka të këshir, drejtoje pak kokën, ngriti durt ka Zoti I Madh te bareke ve teala, ber pak sejdë, lutën sejdë, bar ruku, madhroje Zotin tan te bareke ve teala, rin qiyam, kur rrim në namaz, për çfarë arsye? Që të shkëputemi pak piksajna, të shkëputemi pak, tani jemi në prag të Ramazanit, Allah na mundsot me mri, ja rabbal alamin, me shëndet dhe iman, e që gjithmonë e sa shumë është bë informacioni si të përgatitemi për Ramazan, çish ta mrinë Ramazanin dhe pap kalon si rutinë Ramazani, vjen e shkon, edhe na nuk përmirësohemi, nuk e mrim as shijen e imanit, të cilën e ka garantuar pejgamberi alayhis salam për njërin I cili ka iman vërtet e shijon ata.
Andaj lutja dhe duaja nget këtë zhurmë të madhe, nget këtë katrahur çrregullim kaos, vjen të rregullon gjërat, ta cakton busullën. Të nderuam xhamat, nëse jemi duke luftuar mes busullës edhe kohës, pra jemi vanue edhe kemi hub vijen, do të më dhoni një arka për parësi busullës. Nëse si të ditë ku i të shkue, ama edhe vakt s'kije, cëllës mi i dha për parësi. Ti japi për parësi njerë busullës, ti japi për anit vanohet, s'ka lidhe pse vanohet. Sepse ma mira mu vanue, ama me ditë ku i na të shkue. Se sa mus mu vanu, po të që të ditë ku i të shkue veç të sil. Apo, të vi që të sil. Sot njerëzit mahnitën me të arriturat e dunjajës. Mahnitën, qyra gjo, ato shku në qilë në ala të folë për doa, ju folë. Apo, ato mrinë dhët. Ato me aeroplana, me raketa, me satelita, e me trena, ato kret. Po të nuk e din ku janë të shku të ndërum gjemat. Mere një ka një për tëre, nuk e din ku janë të shku. Nuk kanë zotë, s'kanë pengambar, s'kanë busulle. Andaj të drejtojmë njerë busullën. Pse në ka caktu zoti kible? A e busulla, këta u ka kibla. Drejtoj, njerë të drejtojmi. Ku jena të shkue? Lutja është ajo që të kalzon. Ka dale pak, ka dale. Për çka këtë ki grumbullim? Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Thot Allahu xhelle xhelal në surën Al-Fajr. Juve ju ka hije dashnia për këtë botë dhe pasunia kësaj bote, hubban jamma. Dashnia e cila të ka bëu ashik, dashnia e cila ta ka humb busullën, dashnia e cila nuk le me menu për diçka tjetër. E Allahu xhelle xhelaluhu nuk don në robi besimtar më kanë kështu i çrregullum. Krijon një farë ekuilibri. Askush nuk thot mos puno, askush nuk thot mos lip idare, lipe, ama lipen halal. Nëse është për 5 minuta me fitu haram, e për 50 minuta halal, prite 50 minuta. Nëse është për 50 minuta me fitu haram, e për 5 orë dven halali, prite halal. Nëse për 5 orë ki me morë mas shpejtën haram, ama e di që mas 5 ditëve e men halalin, prite halalin. Nëse mes haramit pak edhe haramit shumë, anon zemra ka harami shumë, mere pak të në halal. Dhe që atjo për e qeti, andaj kjo është lutja cila vjen me të kalzu se nuk është vetë sa i pasur je, po kushije ti. Allahu subhanahu wa ta'ala askan nuk e ka lavdruhe pse ka pasuri. Edhe Sulejmanit alayhi salatu wassalam, pejgamber i Zotit, e ka bën mbret dunjajës, një pjesë të madhe të konsiderueshme dunjajës e ka pas dorën e vet, edhe e xhinët, edhe kafshët që kanë nështruar. Ama Allahu xhelle xhelalu kur e lavdroi Sulejmanin, nuk e lavdroi se ka parë. A di se ka parë, s'ka pas parë. Këtë komplet bashkë në mi mbledh kur gjos bëhet. Këtë sot, këtë pasurit të arabëve mi mbledh bashkë. Vetë mare i ka pas këtë me gjinë, me frimën. A ti hip në aeroplan e ka hip frimë. Qomë, frimës i ka thonë qomë që du. Frimës, erës, të Allahu xhelle xhelalu. Mrena lëvizë syrit ja ka pru e pin Jemen. Asë këtu, komplet me palat me këtë, me karrike. Kjo është Sulejman a.s. Qysh e lavdroj Zoti? Qysh e lavdroj? A tha, kjo një pas a para? Jo. Fefehemna, na i dham kuptim Sulejmanit, na jam mësum fejen Sulejmanit, na i dham kuptim ta dije pse ka ardhur këtë dunja. Andaj lutja e funit e Sulejmanit ishte: "O Allah, me musliman, më shiro me musliman, me besimtar. Banëm me njerëzit e mirë që të përfundoj." Është me rëndësi epilogi, andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur i tha Aishës, "Lutë Allahun xhelle xhelalu", e kur ta lutësh thuj: "O Zot, caktimet e tua që i ke bërë për mua, fej'al aqibatahu rushda." O Allah, çdo caktim në fund agje, le të jetë udhëzim për mua, le të jetë selamet për mua, le të jetë diçka e mirë për mua. A e dim na fundin ton të ndërum xhamat? A e dim na çish kam umshel kapitulli jon? Çish kam uçel pastaj për ahiret? Çish kam uçel për të Zoti i Madh te bareke ve teala? E neve na pret një varg punëve. Po njerëzit punë dhe angazhim e kanë mbyll këtë koncept veç këtë dunja. Ti isha njerëz thot, "Ja angazhuam jam, s'kam vakt." Çe do bëu valla? Se rrin vetë që e angazhum. Ai tu bëu hazër për ahiret? A ki frikën për llogarisë Zotit xhelle xhelalu? Po ti çdo moment mundesh me dal për para Zotit xhelle xhelalu. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na jam mangat atij se damari arteria që ti ta ma jetën. Ti për çdo moment shikona për ditë, sidomos këtë xhami, sa njerë kena përcjell për të Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo koncepti jemi shumë të angazhuar, ndërkohë që me angazhim e kemi për qëllim idarën e kësaj bote. Mos kujto që e rrena Zotin edhe ti musën në rrenë në njëri të vetëm se në rrenë për rrenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj ndalu pak, çetçou pak. Lut Allahun xhel xhelalu. Lutë
çështë ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. E nëse nuk di, lutje të shkurta, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, japëm dunja të mira, edhe në ahiret të mira, dhe runë nga zjarri i xhenemit. Andaj, ta merremetojmë pak këtë busullë, ta drejtojna pak drejtimin, ta këshira një herë pas here, ti kur e merr një rrugë gjatë, her pas here e këshira, jenë vija, po, a jetë shkuqane. A kemi në një farë navigatori, aparat regulatori, cila thotë e mirije, ne kena gjujt krejt, kur gjo, Kur'ani është ai udhëzuesi i cili vazhdimisht në hartë, ti s'mjafton veç me pas hartën, vazhdimisht duhet me këshirë. A është në përputhje vija hartës me ati ku je të dash ti me shkue? Rrugtimi jot, a në përputhje me atë shka ta jep simsim harta? E duaja nëse ka do një gabim, e huqje, e ikje, e shmangje, e lajthitje, duaja vjen aty.